Rritja e numrit të prekurve nga gripi sezonal ka ndikuar në konsumimin e qarave bimor. Banorët e thonë se më së shumti përdorin boronicën, çajin e malit. Po përdorin, kamamil. Edhe shërbele, boronicë direkte, çaje. Nga ana tjetër, rritjen e konsumit të qajrave gjatë stinës së dimrit e pohojnë edhe shitësit, të cilët e theksojnë se çmimet mbeten jo të larta. Në sezon të gripit kanë filluar i beshe 2-3 muaj afërsisht. E këne ka pas pak më shumë punë. Ka edhe gripi, më preferuar është që marrin trumzën, marrin aguliqen, marrin edhe këto çajet e malit, që janë çaja jonë, që është gjithmonë. Këto marrin më shumë, plus pastaj kanë kërkesa të tjera, dikush merr fyrin e gurit, që ka problem me veshkët, dikush merr lulën e balsamit, për stomakin, quhet kantaron, gjuhë tjetër, çdo gjëra i preferojnë së sene. Në spitalin e Kukësit, gjatë kësaj periudhe, është vënë re një rritje e ndjeshme e rasteve me gjendje gripale. Mjekët apelojnë qytetarët që të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht të grupet më të rrezikuara, si të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike.